Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tipologji videos që unë i adhuroj, siç janë edhe hollet. Sot do të kemi një haul nga Samiol. Atëherë, Samiol është një website i cili ka rrobat e banjës, si bikini, si komplet, më të bukurat që unë kam parë ndonjëherë nëpër website. Dhe mendova që duhet të motivoj veten time për të provuar disa rroba banjo. Edhe do t'i marrë patjetër masa small, duke qenë se shpresat e mia kanë qenë gjithmonë për masën small. Rroba banjat i kam porositur që kur isha shtatzënt, pra isha shumë optimiste. Dhe në fakt unë nuk e njihsha website-in fare. Samiol më kontaktoi në email, duke qenë se më kishin parë në TikTok dhe donin një video. Kështu që unë sot do testoj një website të ri, siç kam filluar me videot në fillim fare të YouTube-it, dhe do ju jap juve atë feedback-un tim nëse produktet janë si në foto apo jo, ja vlen të blini në këtë website apo jo. Siç dukeshin në foto, po ju them edhe një herë, janë rrobat e banjës, modelet më të bukura që un kam parë ndonjëherë nëpër website-et online. Kështu që le të fillojmë. Kjo këtu është pakoja që lexon thank you, wishing you all the best, mendoj unë, por është ngjitur këtu. Kështu që le të fillojmë. Kam marrë 5 palë të ndryshme, edhe one piece, pra trupore, por edhe të ndara. Nuk e di si do t'i provoj, sepse tani akoma nuk është se më është mbyllur plaga, po mbase do t'i provoj, edhe do t'ju tregoj shpejt e shpejt. Se jeni në dimër dhe këto videot kështu me rroba banje, t'i provosh kur nuk je në një ambient plagë, janë pak të sikletshme. Mirë, po gjithsesi kështu është rrjeti social YouTube, kështu funksionojnë hollet dhe kështu do t'i bëjmë edhe ne hollet siç janë për të bërë. Pakoja e parë. Atëherë, para se të fillojmë, Samiol, po ju thosha edhe një herë, më kontaktoi vetë dhe më ka dhënë një kod UNG20 që kur zgjidhni produktet tuaja, do t'ju lëm pas një screen record, zgjidhni produktet tuaja, i vendosni tek koshi. Shkoni tek koshi dhe në momentin që do bëni pagesën, do vendosni aty tek gift cards ose te discount UNG20 dhe në momentin që e bëni këtë gjë, do të keni 20% ulje të çdo produkti. Kështu që pse jo? Edhe mua më bë qefi që ma dhan kodin që nëse ju pëlqen ndonjë gjë nga këto, mbase keni një dhuratë sado të vogël nga unë që t'i blini gjërat më lirë. Shkojmë te produkti i parë. Ngjyra e verdh. Kam pasur një parë rroba banja të verdha dhe i adhuroja në verë. Kur nxiheshe dhe verdha dinte shumë në sy, kështu që shkova edhe për një palë të tjera këtu, që janë një ngjyrë limoni shumë e bukur, materiali. Shikoni sa të bukur e kanë mastern. Ja kështu. Tani me gjoksin që më është bërë pas gjithë dhënies, nuk e di. I keni të gjitha pra me etiketa, të gjitha me masat përkatëse, nuk janë rroba banje të cilat janë të qepura do si do. Dhe që shikoni, më pëlqen shumë kjo copa edhe master që më duket shumë e lezetshme dhe po ashtu pasaj dy ngjyrat e verdha, që është e verdh mustard do thoja dhe e verdh limoni. Ndërsa për sa i përket pjesës bottom, janë kështu 3 këndçe, pak të larta, edhe copa është e njëjta. Më pëlqen shumë që ka këto detajet kështu jo të drejta. Edhe mendova që do jetë shumë e bukur, po ashtu vjen me mbrojtjen higjienike dhe me çdo gjë. Le t'i provojmë, nuk e di si ta i provoj, mbase me një këmishë sipër edhe do t'ju tregoj. Rroba banjat e para, injorojeni trupin, janë vetëm 3 javë mbas lindjes, kështu që imagjinoni që do rini më bukur kur do vi vera. Kështu. Këto janë rroba banjat e para. Janë shumë të bukura pjesa e lartë, pjesa sipër është shumë e bukur, siç e shikoni. Por komplet rroba banjët ngrihen edhe lart, edhe janë shumë të lezetshme, kështu që do ndihem vërtet shumë nice në plazh. 10 nga 10, materiali është shumë i bukur, shumë i qëndrueshëm, nuk ka nevojë të keni siklet se do ju duken kokrat, kështu që 10 nga 10, më pëlqen shumë. Produkti tjetër, po e dashuroj këtu sa duket, po ju them që i kam porositur kur isha shtatzën, që do të thotë unë jam tani 21 ditë postpartum
që do të thotë nuk e mbaj më mirë çfarë kam porositur, edhe për mua është pothuajse si kur po zbuloj. Pat kemi dhe një rip. Atëherë, o sa të bukra, këto janë body dhe kanë edhe ripin këtu para. E duken shumë të bukur dhe mua këto i adhuroj, duke qenë se për shembull edhe pjesa mbrapa është si bluzë, edhe mund t'i vesh shumë mirë edhe si bluzë me një palë pantallonka të thjeshta apo bluzë të thjeshtë, bluzë pantallonka o zoti madh nga Korça. Dhe duken shumë të bukura. Janë me këto konturet e bardha, gjë që e bën shumë herë më ndryshe se çfarë kam unë në garderobin time. Edhe pastaj ripi që besoj do na vlej për të theksuar belin. Po e provoj edhe po ja u tregoj. Shpresoj që ripi të më bëj. Është elastik, nuk është me mbyllje me hapje, thjesht e vendos nga koka edhe ta mbledh barkun. Shpresoj mos duket keq. Po i provoj, mbasi do i provoj edhe me ndonjë fund, edhe do ja tregoj juve që edhe si kanatiere, por edhe si roba banje. Nuk e di se sa mund të transmetohet nga video eleganca e këtij kostumi banje. Po përpiqem t'ja tregoj, por nuk e di vërtet se si duket nga telefoni. Atëherë, është thjesht fantastike. Forma është ideale, shumë e thjeshtë për të veshur, vetëm ta mbërtheni një herë sipër. Dhe jam shumë e sigurt që edhe si bluzë është shumë e bukur, rri perfekt në trup. Siç e shikoni, e mbledh trupin dhe ja u tregon linjat fantastike. Më pëlqen, nuk të pret fare mbrapa, edhe siç e shikoni mbledh çdo parëbussi të trupit tuaj. Po e vesh dhe me një fund, edhe t'ja u tregoj, por është gjëja më elegante, besoj, në këtë hall. Ose nuk e di të shohim çfarë do vi më mbrapa, por është shumë i bukur. Dhe duket si fustan, tani që vesha fundin, është shumë elegante, vërtet më pëlqen shumë. Nuk ka nevojë të vish një recipeta apo të keni merak se do ju lëvizje apo do ju duket diçka. Është shumë klasik, shumë i bukur. Ja sugjeroj që ta blini 100% WENGJ20 me kodin, edhe jeni dhe 20% zbritje. Kështu që vera po vjen, më mirë t'i blem gjërat që tani të verës, sepse edhe mbarojnë janë out of stock, por edhe janë produkte më të lira tani. Kështu që 10 nga 10 shkoni dhe blini këtë. Unë do marrë dhe ngjyrat e tjera që kishte. Deri tani jemi shumë mirë me Samiolin, produktet janë fantastike. Materiali një herë shumë i bukur. Shikoni çfarë detaj. Sa e bukur. Oh my god. Shikoni sa e bukur. Roba banje ngjyrë kafe. Si që shikoni, ky detaj këtu me këtë guaskën e bën shumë të veçantë dhe me yje. Mbrapa kemi pastaj këtë pjesën e kërqëzimit dhe materiali është njerëz nuk di çfarë t'ju them. Shumë i mirë. Duken që janë modele pra pak jo të thjeshta, jo që i shohim në përditshmëri, edhe materiali po ashtu duket që website-i kushton rëndësi shumë të madhe pjesës që kur të veshësh rroba banje, të mbledhi edhe të duken linja bukur fare. Po e provoj dhe këtë, do e provoj mbas edhe me një fund, edhe do ju tregoj dhe juve. Këto truporet. Shikoni. Dashuri. Nuk e di, ju thash që janë vetëm 3 javë pas lindjes dhe shiko se si ma kam mbledhur barkun. Dhe janë shumë të bukura. Kështu, shumë të bukura. Nuk di çfarë t'ju them, materiali është fantastik, e mbajnë shumë mirë gjoksin, e mbajnë shumë mirë, janë, domethënë, duken super elegante dhe nuk të presin nga mbrapa. Pra, janë shumë të mira, shumë të plota. Po i provoj me një fund. Ishte shumë e thjeshtë në të veshur, thjesht këtu për t'i lidhur, edhe më besoni që edhe ta mbani si bluzë, si top, është fantastike. Do ta vesh kur të dalë ndonjëherë në darkë me Stefanin, edhe duket shumë bukur. Ja vlen çdo cent që do harxhoni, sidomos në këtë trupore, por në çdo produkt që kam provuar deri tani.
10 nga 10. Produkti numër 4. Këtoj pas ka marrë bikini. Sa të bukur! Për të regoj një pjesën e bikinit poshtë. Shikoni, me guaska, me yje, deti, edhe si që shikoni edhe me këtë shëndisjen këtu. Sa detajet të bukura. Dhe këtu mund t'i lironi, pra nuk kanë lidhse që t'i lidhësh, mund t'i lironi dhe mund t'i ngushtoni. Nuk kisha parë asnjë parë robobanje me këtë lloj mekanizmi këtu. Duke shumë të bukura dhe duken që janë të larta, pra që t'i ngresh goxha lart. Edhe robobanjet, sa të bukura prapë dhe këto komplet me këtë pjesën e detajeve këtu. Shumë të bukura. Dalet i shikojmë si janë. Kanë kanë 2 lidhse këtu edhe lidhse në brapa. Masa është small, po i provoj, por besoj që nuk do më shkënjejnë. Nuk e di se sa bukur do duke në kamerë këto robobanjet e bardha, por po ja siguroj 1000% që janë robobanjet ndër më të bukura që kam veshur ndonjëherë. Shikoni. Super të qëndrueshme, e mbajnë gjoksin shumë mirë, edhe këto detajet janë thjesht fantastike. Dhe pjesa poshtë ishte shumë e thjeshtë që ta ngushtoje, ta liroje, duke qenë se ka këtë mekanizmin kështu, edhe gjanë çdo gjë shumë bukur. Jam gati për në plazh. Look, jam gati për në plazh. Më duhen thjesht pushime, që Shtefani të marrë, se unë me pushime jam, edhe të vesh këtë robobanjet. Më besoni kur ju them 10 nga 10, po vërtet. Shumë të bukura. 10 nga 10. Dhe produkti fundit më vjen e ka keq që po mbaron kjo video, mirë po. Jam shumë e lumtur sepse çdo produkt deri tani ka qenë fantastik dhe çfarë është kjo? Është një rip. Si funksionon? Kështu. Shikoni sa e bukur. Pas kemi kurizin, kështu duket si një bluzë nga mbrapa. Mund ta veshësh dhe ta kesh kurizin hapur, edhe ta përdorësh shumë mirë edhe si një kanatiere në verë. Vesh këtë, vesh një fund, shko në plazh dhe pastaj thjesht heq fundin. Edhe pas ka edhe këtë pjesën këtu të ripit. Për ta bërë diçka më ndryshe dhe jo thjesht një palë robabanje. Po e provoj dhe po ja tregoj edhe juve, do e provoj mbas edhe këtë me ndonjë fund. Nuk e di, jam shprehur për të gjitha që janë shumë klas, po kjo këtu. Si do dukem në plazh, si një mami. Shumë e bukur, ndihem edhe e mbuluar, edhe pjesa mbrapa është shumë e plot. Më pëlqen çdo gjë, më pëlqen se si më tregon pjesën para, më pëlqen këtu te gjoksi që ka këtë preje katrore dhe mbrapa po ashtu është shumë e sigurt, shumë e bukur, nuk do lëvizi absolutisht asnjë lloj gjëje. Dhe ky zinxhiri është qershia mbi tort. Po e provoj edhe këtë mbase me këtë fundin jeans. Nuk e di, mirë do kishte qenë të kisha pasur mbase një fund në ngjyrën e kësaj. Badit. Sa bukur. 2 në 1, roba banjo edhe bluzë shumë e bukur për në verë, kanatiere ose body. Atëherë, jam shumë e lumtur nga ky haul. Nuk e prisja që të gjeja një website që t'i kishte gjërat kaq cilësore. Materiali ju e shikoni vetë se si të mbledh, se sa i mirë që është dhe se si ri mbas trupi, si i themi ne, si doreza mbas fits like a glove, pra të bën si një dorashk që puthitet që futen gishta tamam te dorashka. Edhe këto janë materiale fantastike, janë modele shumë të bukura që unë nuk i kam parë rreth e përqark, kështu që ja sugjeroj 100% ta provoni mbase me një produkt, edhe kodin tim të uljes e keni. Transporti është, nuk jam e sigurt, mendoj që është falas kur arrin një shumë të caktuar, gjithsesi ju merrni produktet, vendosini në shport dhe pastaj kur të bëni check-out, pra që të bëni pagesën, do ju dali edhe të gjitha të dhënat e tjera. Unë ja sugjeroj 100%, jam shumë e lumtur me rezultatin dhe jam shumë e lumtur që e gjeta këtë website sepse kishte edhe produkte të tjera, të cilat duat patjetër t'i porosit edhe t'i provoj. Shpresoj ju pëlqeu haulli
edhe pse jemi në dimër, gjërat vera do vi shumë shpejt. Ciao, shihemi në videon tjetër.